Ndërkohë që Labi është pa duke kërcënuar, duke ofenduar në mënyrë të pajustifikueshme lëndrimin. Me atë çfarë pe në 1 minutë e gjysmë, 2 minutë, në një përmbledhje të klipit, a ke diçka për të thënë, Labi? Së pari përshëndetje për gjithë që po na dëgjojnë, kudo që janë shqiptarët. Unë jam kërcenuar edhe shumë herë personalisht këtu mbranda, po nuk e kam bërë shumë të madhe. Por duke pasur parasysh që një ndolli që më ka ndodhur në detin Cap d'Agde në jug të Francës, me qenë se unë kam pas edhe Novkën si emër noti, por mbas ndollisë së djalit tim i cili gati ka qenë duke vdekur, sigurimi i asaj plazhës e ka gjetur, edhe 1 muaj e gjysmë ka qenë ose i vdekur ose gjallë, edhe pas saj ne kemi fobi si familje komplet notin, edhe që unë er paseri shkoj me familje, deti, por noti emër nuk kam dëshirë sepse kemi edhe unë, gruaja, nëna, këtë familje, këtë emër i kemi fobi, në duke si me na vra dikush. Jemi edhe muj me dalë jashtë kontrolle, kërkoj falje, por personi në fjalë do shta... E ndet a shkoni, Labi, ndet a shkoni? Më falni, vetëm ta kry nëse më lejohet. Një pyetje. Po? Ndet a shkoni? Jo, ka 1-2 vite që edhe kur shkoj vetëm bëj gati për 10 ditë, vetëm nuk ri do shta as një ditë. Kur ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në 2006-ën. Ashtu 2000... Dhe ka 2 vite që nuk shkon det, po pas asaj ngjarje ke vazhduar me Falni, si thu? Jo, nuk shkojmë det. Ka 2 vite që thaj që nuk shkon det. Shkapi i traumës, apo? Jo, do më thënë ka shumë vite që nuk shkojmë, edhe nëse shkojmë rrimë vetëm 1 ditë ose 2 ditë, edhe që planifikojmë që me nejtë 15 ditë, sepse kemi fobi gjithmonë nga uji. Labi, na vjen keq për këtë ngjarje që të ka ndodhur. Por, unë kërkoj, do më thënë, ishte faji im që në personë fjalë ndrimi, i cilë unë konsideroj si një banor, si të gjithë që jemi, do shtë është faji im që nuk e kam treguar me njerë, edhe në pas pak ore jam afruar të Klodi, edhe të shkurta, edhe më duket edhe të Sasa, nuk e di edhe të Benita, që nuk e di atë kom tregu, po të Benita edhe ja kom tregu që muj me dalë për veti do një fjalë që nuk është në edukatën time dhe në kulturën time, sepse vërtet ajo fjalë është shumë me rëndë pasi kam kaluar sepse djali im është lind mas vdekjes babës, djali im është lind 4 muaj mas vdekjes babës, edhe kjo ngjarje që në ka ndodhur, edhe ka lidhur edhe me vdekjen e babës, me luftën, edhe unë kam shumë trauma për kësaj fjalës noti.